Të dyja grupet do të zgjedhin një emër që sipas tyre meriton që të shkojë në finale. Gerta, kush meriton sipas teje? Rozana, Gjesti. Rozana. Gjesti. Do thoya Gjesti sepse është e qartë, po them Rozana sepse kam përshtypjen që Gerta do të shikojë diçka me këtë nominim. Gerta. Jozef. Daniela. Është zgjedhja jote. Ja ku erdhi momenti të tregojnë forcat e tyre kush triumfon. Divani i kuq ka zgjedhur Rozanën. Divani blu ka zgjedhur Gertën. Duhet të gëzohesh, Rozi Gerta e donte gjithmonë këtë gjë. Nuk e pash që u gëzua, e pash që u friksua. Unë blau. Do kisha dash në përballje tjetër, me të drejtë. O dosh më që me thonë, e komprit Jo. Ketë sen me a una Gerta. Jo. Koherent. Edhe s'nuk ja tha Gertës. Unë tia që konkurrentët e tjerë nuk do ta zgjidhin Jozin, sepse nuk e kam patur në katërshe dhe nuk jam budallaqe. Më zemër s'nik mu kuptova. justifiku më zemër. E ke lip që 30 A do trosh fare? Doja ti bëja Gertës një dhuratë. Unë edhe Jozin e mendoj më të fortë se ty. Kjo në një farë mënyre i tregon Gertës se sa vlen Gerta në sytë e mi si lojtare. E kam byll me Gertën, nuk më intereson. 13 ditë jo kop, fytën e shku. E tash po do më tërhek ti pi Gertës, a? Unë këtë luftë e kam me ty, zoti madh. Po nëse do me besu, besoj. Nëse do me besu, mos e beso. Rregull më. Me ty e kam luftën, nuk e kam me Gertën. Garë, në fund të dyja pandejnë me Gjestin. O Gerta, ti ke kohë për mua që nuk ekziston shtëpi. Që nuk llogaris në këtë lojë, më vjen keq. Sepse ke disa kohë që nuk jem në shtëpi. Të vjen apo nuk të vjen mirë ty, ti Gertën e ke llogaritur 3 muaj ditë në këtë shtëpi. Mos u kujtoj një javë para se të përfundoj spektakli që nuk e llogarit më Gertën. Po faktikisht brenda vetes vet, aty vlelej por i ke mua. Ka të futur thellë brenda vetes së saj, vetëm frikën ndaj Gertës. Unë jam Rozana këtu shtëpi dhe për mua këtu shtëpi, nëse unë do votoja, Gertës do të jepja 0. Se do që je përballë me mua, me këtë 0. Se që nominim fort. Enka se ka përmendur emrin e Jozit pikërisht për të sfumuar peshën time si lojtari, për sfumuar emrin tim dhe nga divani i kuq për sytë e Rozanës të dali Jozi. Ai Gëzuar, sukses. Se nuk u Te Gertës kam bet më gjallë, kam marrë fund loja Gertës. Ti je Patrica Rozanës. Aman o zot. Rozana Patrica ime. Ke fillu je fut ke sjetulla. Je fut ke sjetulla dhe ti. Po s'mund të futem unë me Rozana Nuk mund të vazhdosh. Rozana ti e pat më poshtë, Rozana fikse sjetulla ime. O jo, se mo tu tranu mas Rozanës. Vish gruz vet me fut. Çani nesh. Dhe mos të nxjerr Jozin, i cili ka pas dinamika që kur erdhi ka pas debate me mua. Pastaj ishte rasti Olës, pastaj u nda me Loredanën. Shtëpinë ka lëvizur, ne kemi diskutuar për këtë marrëdhënie. Gerta nuk më frikson sepse nuk ka asnjë dinamik në shtëpi. Unë e shikoj veten përpara Rozanës. I kam qenë e drejtë, nuk kam bërë manipulime pas krave, nuk kam bërë skema. Ka denigruar vajzat, i ka çuar në atak panik, i ka kujtuar gjëra nga jashtë. Më ka sulmuar për profesionin që në momentet e para të shtëpisë ka qenë pikërisht Rozana ajo që e ka bërë këtë gjë. Më ka sulmuar tek familja, ka qenë pikërisht Rozana që e ka bërë këtë gjë. Pa i bërë unë asnjë gjë. Ajo kishte tension përpara meje sa herë fliste me mua. Ka çuar njerëz në spital, pasi doli me zarfin e zi që të gjithë ishin pro që Gerta të vinte në shtëpi, erdhi me një të vetë ndjer që a thua sikur kishte shkërmoqur një gjë shumë të madhe, ndërkohë që ishin vetëm muajin e parë dhe vlente për të parë loja e Gertës dhe loja e gjithë lojtarëve. The War of Roses, lufta e trëndafilave. 100 vjet, kjo është 100 ditë, lufta me Rozin. Duke mos dashur të përsërisim fjalët që dëgjuam nga secili prej jush në klip, Gerta. Si e shikoj këtë përballje apo si kanë qenë Po, si e shikon përballjen dhe natyrisht si i gjykon edhe komentet e banorëve të tjerë lidhur me këtë përballje. Po, banorët pak a shumë janë të ndarë në shtëpi. Shumica e banorëve të shtëpisë mendojnë që do jetë Rozana ajo që do të marrë sot finalistën e parë. Ndërsa përsa i takon përballjes që kam sot me Rozanën, sido që të jetë vendimi, unë luftën time e kam me 19 prill dhe sigurisht që loja e Rozanës është parë se si është bërë një lojë me mashtrime, me manipulime, ka luajtur me njerëzit e saj që ka qëndruar afër, ka bërë një lojë në grup gjatë gjithë kohës, ndërsa unë në këtë lojë jam përballur vetëm përballë 4
Pra, përballë gjithë divanit blu me pak fjalë, kështu që mendoj që kanë luftuar nga dita e parë dhe deri më sot në formën time, jo vetëm me sulme, por kjo lojë ka shumë gjyra dhe kam dhënë patjetër që shumë gjyra nga vetja ime në shtëpinë e Big Brotherit. Dhe pse jo, mos isha unë finalistja e parë. Gerta, ti thuaj që zgjedhja që Rozana bëri për Jozin nuk ishte aq e sinqertë sa ishte një mënyrë e saja për të ulur figurën tënde në shtëpi, lojën tënde në shtëpi. Po, sepse Rozana kishte disa ditë që thoshte në përshpi që Jozi është një nga finalistët dhe kërkonte të sfumonte sigurisht lojën time, prezencën time, ndërkohë që koha që ka ardhur Jozi në këtë shtëpi përveç se është shumë e shkurtër për aq kohë sa ne kemi luftuar, po themi, dhe dinamikat që kemi patur dhe me njëra tjetrën në shtëpi po themi për 3 muaj rresht, ku e gjithë loja jonë është përqendruar në situata shumë të forta. Dhe Rozana e ka të pamundur të pranoj, një sekondë se është gara ime, Joze, të lutem. Rozana e ka të pamundur të pranoj vërtetësinë e saj, e cila ndihet e trembur përballë meje. Sepse ajo e ka kërkuar gjatë gjithë kohës një përballje me Gertën. Dhe në momentin ku erdhi fiks loja, situata e lojës, për të përballur me realitetin, pra ka ardhur momenti ku ne do të përballemi të gjithë me njëri tjetrin, me të cilët po themi janë 9 lojtarët më të fortë të kësaj shtëpie, përderisa kanë qenë 34 apo 35 banor që nga dita e parë. Kështu që kjo tregon vetë se frikë. Kur thot emrin e Jozit, tregon vetë se frikë. Nga ana e Rozanës. Qartë. Emrin e Jozit, po. Unë mendoj që asnjëri nga ne nuk e ka garën me 19 prill. Gara ka filluar sot. 19 prilli tregon 4 shenjë që do të garoj deri me 19 prill. Kështu që publiku është ai që vendos a do të shkojmë me 19 prill apo jo. E para. E dyta, unë kam disa kohë që nuk kam asnjë marrëdhënie me Gertën në shtëpi. Mund të them një muaj e diçka. Sepse je shmangur. Sepse të flas, unë të dëgjova, të respektova. Sepse Gerta është ajo që hyn në bisedat e tjerëve, lë çdo gjë, madje dhe gjumin e braktis, për të hyrë në bisedat e tjerëve. Po, më mirë të braktis gjumin se sa të flet gjumin. Të vetmet debate që kam pasur me Gertën kanë qenë, i pari, kur më ka kujtuar a bëhem as bëhem dot nën. Jo, I dyti i fuqishëm, kur më ka përmendur prindrit, i kam apo nuk i kam, dhe debati tjetër ka qenë një debat i madh me Gjestin kur e dërgoj djalin në spital. Ty, unë dhe ti, lëre Gjestin. Dhe shumë debate të tjera dini gruse, jo më larg se mbrëm, Gerta më ka përmendur një gjë që më ka vrarë shumë. Unë e di që kam ardhur në Big Brother për treguar jetën time, për qeshur, për qarë, për të kënduar, për të krijuar, për të bërë gjithçka. Si që kemi bërë. Dhe kur ka parë klipin e jetës time, erdhi më përqafoj dhe të nesërmen pati paftyrësi më të madhe të më thoshte përdore familjarët e tu për të bërë spektakël. Kjo është Gerta Gexharit. Jo, më kur e kam thënë këtë. Kjo është loja e Gerta Gexharit. Qa thua, e cila për mua nuk ka ekzistuar në shtëpi, që në momentin kur unë kam thënë që Valbona është më e fortë se Gerta, i kam detur koherent e gjërave të mia dhe sigurisht vazhdoj të ngelem koherent zgjedhjeve të mia deri në fund. Këtë përballje nuk e kam vetëm me Gertën. Do ta kem me gjithë njerëzit që vllai i madh më vë përpara. Do ta kem deri në fund që publiku më mban ose më heq nga kjo shtëpi dhe do të vazhdoj të jem koherente deri në fund. Nuk kam manipuluar në asnjë moment. Madje këtu kam një nga njerëzit që e kam dashur më shumë dhe kam detur më shumë në shtëpi dhe erdhi momenti kur më ofroi të bëja një lojë për të shkuar në finale dhe nuk e pranova. Do të jem deri në fund e drejtë, nëse publiku e shikon këtë do votoj, nëse jo do më penalizoj dhe do të çoj Gertën në finale. Faleminderit. Gjesti. Mu vje me kesh me këtë sanë. Se? Pse vje me kesh mu? Se nuk pranova lojën tënde. Jo me lejën tënde, me ty me Gertë po fulim. Jo, ti qeshe,
Kur unë tash nuk sepse jo, një sekond. A luftën me mua e kia? Apo tutesh për meja? Unë s'kom luft me ty. Unë e shoh Aldën finale. Unë s'kom luft me ty. Ja, unë Aldën e shoh finale. Ku publiku e shet arsyeshme për të mësuar. Unë frikën nuk e njoh. Derisa se njoh frikën, nuk bëj spektakle me Gerta Gixharin unë për të marrë disa pikë o disa vota më shumë, patjetër. Po kujdes kur duash frikën. Ajo që thëshë, unë e Gertën e pruna që kur dole jashti. Okej? Se duat për balën. Sa po e serova Ledion, po themi te bisedat Kone shën finale e Jozit. Për të qenë pak më koherente për një aspektuar të Gjesi se Gjesi nuk i kupton. Të dëgjova, ja dëgjoj përgjigjen. Pse tutesh me thonë e dëgjove përgjigjen. Po ta them për herë të pestë. Të myt më lej, të myt i nokti që ja killë se pranën emrin e saj që se pranën. Unë e di shumë mirë, që ti je bërë mik me Gertën, faktin se unë Gertën nuk e llogaris. Dhe ti mendon se duke tetur Gertën do shkosh në finale. Zemra ime, take it easy. Unë vazhdoj të jem e fortë. Si për ty, si për Gertën, si për ata që mendojnë se unë jam e dobët. Se mua mburon forca këtu brenda zemra ime. Sa të kërkosh të çoj unë në finale, do bëje mirë të shkojë vetë me forcat e tua. Jo me ide me Gertën. Zemra ime. Rozana, si e mendon? Rozana, si e gjukon? Ate Rozana ka frikë. Pra Loreti i lirë, ajde Rozana të lozim pashtë të finale. Sepse për mua Gerta, që në momentin që është kthyer nga shtëpia dhe ju nuk jeni koherent as ti as Egli, sepse nuk e keni llogaritur asnjëri dhe keni thënë që Gerta nuk vonuan më. Tani që ju erdhi veza, tani po tutem. Jo, sepse juve ju konfinon që unë të tutem. Por unë nuk e ta njoh frikën asnjëherë dhe nuk e njoh këtu as vërtet me Gerta Gixharin. Ke bërë lojë manipulimesh dhe jenë rregull. Vetëm do mos i thuaj publikut. Rozana, si e gjukon fjalin e Jozit që thot se në fakt është Rozana që është në sqetullën time dhe jo unë e Rozana. O, Ledion, ishte të pjesa gjatësisa, jo zemër. Së është për gjatësin, ja. E kuptojme në diko. O Ledion, ka problem shumë të madhë këtu. Sa flasë unë këto kanë gjithmonë diçka për thënë. Nuk e di tash ku e kush e ka frikën. Jozi do të sqaroj që ishte për çështjen e gjatësisë, por kam përshtypjen Jozi mund të ketë qenë për çështjen e lojës. Pra që në fakt të kontrolloj unë Rozana. Mos janë 2 metra, o zemër. Flisim për gjatësi. Rozana? Po nuk i bi, nuk jam tip që i nuk jam tip që i ku më shpje. I ke thella batuta ti pa hajtë se ti kuptojnë kamera. Ledion, këtu jemi bërë në gojë të gjithë banorëve, sjetulla dhe paterica e njëri tjetër. Kështu që këta janë bërë, unë jam bërë, këto fjalë as nuk më hyn, as nuk më dalin vesh. Okej, Gaert? Po. Respekt. Si e shikon ti? Unë, ç'është e vërteta, kur ju tha pak më parë Jozit që është lojtari më i pisët në këtë shtëpi, do doja që të bëj paralelizmi gjithashtu edhe me Gertën, sepse është lojtarja e cila nuk ka lënë vajzë në shtëpi pa denigruar, po ti ke qenë banaliteti gjatë. Po nuk ka patur lojtarë nuk banal se se lë të flasi. Nuk kemi respektuar gjithë. Po lëre flasi moj, lëre. Epitetet që më ka vënë mua, por unë, kur të mbaroj kjo loj, nuk jam banale epitetet e mia. Gerta Gixharit do i dërgoj maman, s'do merret me mua Gerta Gixhari. Do i dërgoj komandante Revekën dhe e ftillon ajo. Për gjithë dyrësit, për gjithë dyrësit që kanë nxjerrë nga goja. Duke më thënë pur grua, duke më thënë diversant në vend të diversionist, e di kjo që më kanë përzën nga Greqia, mua kjo e di pa tjetër, e të tjera, më thret Bianca në shtëpi, sepse bëra një rol shumë të bukur, ku Rozana gjithë meshkujt na veshni si femra, dhe pastaj, nuk, do me thënë se që nxjerrë goja e saj, madje, dhe në rastin konkret, gjithë shtëpia erdhi më përqafoj, e gliule dorën se do flasësh, të mbaroj unë. Gjithë shtëpia erdhi, ti marrë një tablet zezë me shkumës. Shtëpia erdhi më përqafoj
për të ndarë dhe atë moment vështirë që unë pata kurajon të asem sot, Gerta Gixhari ka kaluar 3 herë, kra meje, të më përqafoj, jo, po as të më flas, as të më edhi sy. Kjo pasqyrtësi karakterizon Gerta Gixhari. O Rozana, po flas, o Rozana. Po lere të flasim, vizorin tim nuk flet do. Nuk flet do të vizorin tim. Vampirizmi, o Ekli. Vampirizmi i Gerta Gixharit në shtëpi është i jashtëzakonshëm. Ka 100 ditë që pi gjakun e të tjerëve vetëm për të qenë kaq e shndritshme sa është sot. Është drita e vampirit. Të them edhe diçka të fundit me thënë drejtën ta mbyll. Kur diskutuam kur diskutuam në Storm, e ripyeta çfarë do të thënë se një njeri që thotë je antagoniste dhe nuk ta di kuptimin dhe pret ja tregoj Lori që ka lindur dhe rritur në Itali dhe ja shpjegoj me të gjitha gjërat e të nesme nuk pati fuqi të mua shpjegonte, unë nuk mund të debatoj me një njeri që nuk ka përgjigje për fjalët që i thot vet. E kuptova. Danja, dua të di pak mendimin tënd. Të lutem. Danja. Po. Mendimin tënd të lutem, lidhur me këtë. Lidhur me Gertën dhe me Rozin? Po, për këtë po flasim. Qartë, po këtu zhurmat janë të tmerrshme, gjithsesi, ajo që do thoja. Akoma nuk u mësove ti. Po, jo, se s'jam mësuar, gjithsesi. Po fitoj më mira, nuk... Qa kam pas për t'ja thënë, ja kam thënë edhe kaj që nuk duat komentoj fare. Me këj konkretisht tuaje? Nuk duat, unë jam me Rozin, nuk duat komentoj fare. Do t'jetë Rozi, kaq, okej. Nuk do të komentojsh. O jo më s'ka lidhje, Gerta... Danja, qfar të pengon të mos komentosh? Qa është ajo gjë që të bën të mos komentosh? Ka frika goja e Gertës. Gertën nuk kam, ka kohë që nuk kam një marrëdhënie. Të lutem, o Gjesi. Unë me Gertën ka kohë që nuk kam një marrëdhënie. Kam atë mbetje me të, thot gjëra hera herës, unë do të qelë ftyrën, ti të gjëra që nuk më rrinë në fakt. Gjithsesi mendoj që rasti të dyjave është se kujdes, duhet kështë të ka mundësi ti uli mikrofonin e Eglit dhe Rozanës të lutem, se është e pamundur të bëj një bisedë pa ndërhyrë Egli vazhdimisht. Është e pamundur. Unë nuk po ndërhyj, po më flet Rozana, le do të falenderit. Nëse të flet Rozana, mos fol ti. Edhe që parë, kisha vetëm dorën e ngritur për më drejtuar lajmit. Atëherë ju lutem se ju shoh të gjithë dhe kam një plan të madh që ju shoh secili se çfarë bën. Jam si profesor në klasë. Dhe lëvizjen më të vogël e shikoj nga secili prej jush. Do doja, me qenë se ju nuk keni respekt për njëri tjetrin, të më respektonit mua dhe të mos flisnit kur i jap fjalën dikujt. Danja. Po faleminderit. Do them shpejt e shpejt, rasti të dyjave nuk është se nuk është rasti që nuk kanë ofenduar në përshpi. Gerta ka bërë këtë gjë që përgjithsisht është zgjuar, ka bërë turnin e parë atje të sherreve dhe ka qenë persistente për të futur në situata të caktuara, nuk është se në 2-3 raste nuk kemi pas rastet e veta, apo nga ana tjetër të vjen dhe të thotë ti s'ke bërë asgjë në shtëpi. Ndërkohë Rozi ka ngjyrime më të shumta në shtëpi për shkak edhe të faktit që ka një shpirt artisti dhe është artiste. Dhe këtë e ka treguar për aq ditë sa kemi këtu brenda. Të riqem nga gara, jo jemi në garën e shpirtit, dhe ti shpirti nuk e ke treguar asnjëherë. Po ty më shumë të ka lënduar Rozi se sa unë i ke treguar, atë nuk e marr dot ti. Atë ka lënduar dot ti. Okej, po ju lë me njëri tjetrin, ju lutem mbyllni lidhjet me shtëpinë. Dhe dua të dëgjoj komentet tuaja, sepse dhe juve keni qenë goxha të ndarë në opinionet që keni dhënë të martën, mbasi unë hapa televotimin, u duk sikur Neda ishte shumë pro Gertës dhe ti ishe shumë pro Rozanës. U duk, thash, gjithmonë nuk dua të them në një gjë që Neda. Në fakt, unë nuk u shpreja Ledianës. U duk, prandaj përdora u duk. Ti bëre pyetjen dhe unë bëra një përgjigje si që mendoj unë që duhet të kisha dhënë, duke i respektuar njësoj të dyja vajzat, edhe duke mos nënkuptuar asnjë lloj rezultati, sepse mendoj që në këtë edicion është televotimi më delikat, dhe sigurisht për mendimin tim, televotimi më i fortë deri më sot. Tani, pa tjetër që mendoj që të dyja vajzat kanë vlerat e tyre në raport me këtë lojë, pra për çfarë kanë
kanë sjellur në Big Brother, por personalisht besoj që shembulli dhe modeli i Gertës është shembulli dhe modeli që duhet kaloj këtë televotim. Kam vlerësuar të Gerta një lojë të pastër, një lojë brenda rregullave. Kam vlerësuar të Gerta faktin që në 4 muaj i ka dhënë Big Brotherit në mënyrë sistematike, në mënyrë koherente patjetër. Nuk është e vërtetë ajo që thot Laerti se ka denigruar çdo vajzë. Besoj se Gerta ka përlyerjet edhe gabimet e saj sekundër i kanë të gjithë aty, por mendoj që Rozana dhe Gerta janë diametralisht lojtare të kundërta me njëra tjetrën. Rozana në thelb të lojës së saj ka manipulimin, në thelb të lojës së saj shumë shpesh kemi parë intrigën. Në thelb të lojës së saj ja kam thënë dhe para disa kohësh që ka një farë hileje për të shpëtuar situatat. Ndërkohë Gerta është një banore e cila i përballet situatave. Për mendimin tim është për të vlerësuar fakti që Gerta prej disa muaj sakrifikon për te familjes së saj duke mos i parë, duke mos i takuar, hyri në këtë emision duke u paragjikuar në thonjza si motra e Olta Gixharit, por unë mendoj që sot ka krijuar ose ka stampuar emrin e saj dhe personalisht mendoj një lojtare edhe më e mirë se Olta Gixhari për atë që ka dhënë në Big Brother. Dhe më ka ardhur shumë keq që në një situatë saktuar kur Rozana i ka biseda e famshme e mesazheve të Oltës për urim, më ka ardhur shumë keq për faktin që ajo nuk diti apo nuk desh që ti kundërvijes asaj situate, sepse vërtet ka bërë gabimet e saj, por Gerta nuk ka guxuar kurrë të hyjë mes motrash, nuk ka guxuar kurrë të fryjë sherrit për të nënkuptuar sherr mes motrave, dhe sigurisht asnjëherë nuk ka guxuar që të shqetësoj prindërt moshuar në mënyrën se si Rozana ja ka bërë Gertës. Dhe kjo ka treguar, mendoj që jo vetëm që e konsideron, por edhe diku dhe mund të druhet. Dhe së fundi për ta mbyllur, e kam vlerësuar që ka qëndruar koherent në raport për ta zgjedhur Rozanën si kundërshtare, dhe anasjellta nuk ndodhi, sepse Rozana me frikën që mund të ishte vete për zgjedhura e divanit blu, shkoi zgjodhi dikë që në sytë e saj është i dobët që ishte Jozi, dhe kjo tregon vërteton atë që logjikën që unë sapo bëra. Arber. Unë mendoj që të dyja banoret kanë pasur plot dinamika brenda shtëpisë që nga fillimi i programit. Gjithashtu mendoj që muajt e parë të dyja pothuajse e kishin sjell njëra tjetrën përballë duke e titulluar si kundërshtare brenda lojës. Por për të mos i rënë shumë gjatë, unë mendoj që Rozana ka qenë një banore brenda shtëpisë që ka pasur fuqinë në këmbështrimin tim për të përballuar situata pothuajse me të gjithë shtëpinë, dhe për mendimin tim këtë televotim, edhe pse mendoj që ka qenë i fortë, e fiton Rozana. Do të presim për të lexuar zarfin, ndërkohë është momenti për të mbyllur një tjetër televotim, atë që kemi hapur brenda mbrëmjes së sotme dhe që përfshin të gjithë banorët e shtëpisë me përjashtim të Gertës dhe Rozanës. Shkojmë aty? Atëherë, banor jam sërish me ju dhe në këto momente përpara se ti bën si e bardhë dhe e zezë. Ua, e pamundur, është e pamundur. Jam gati që t'ju ndaj në bankat e tjera se jeni shumë afër me njëra tjetrën edhe bëri shumë. Jo, ne dimë se s'është drejt. Atëherë,